Udhëtimi drejt Lionit për ndeshjen e radhës të PAOK-ut të Selanikut u shndërrua në fundin tragjik të jetës për 7 tifozë ultras. Aksidenti fatal i ndodhur të martën në rajonin Timis të Rumanisë pranë qytetit Lugoj preu në mes ëndrat dhe pasionin e tyre, duke i ndalur përgjithmonë në rrugën drejt stadiumit. Furgoni i zi me të cilin ata ishin nisur nga Selaniku nuk do të mbërri kur në Lion. Mesdita e së martës e devijoi drejt një rruge tjetër përtej kësaj bote. Përplasja ballë për ballë me një kamion ishte fatale për 7 prej tyre, ndërsa 3 tifozë të tjerë i shpëtuan mrekullisht vdekjes, pavarësisht skenës së tmerrshme që u zhvillua brenda mjetit pas përplasjes shkatruese. Mes viktimave ndodhej edhe shqiptari Vasil Pilo, një tifoz besnik që nuk kishte munguar kurrë në ndeshjet e ekipit të zemrës. Ndërkohë, shqiptari tjetër Genci Sadiku ishte një nga 3 të mbijetuarit, i cili fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, megjithse ka pësuar disa lëndime, sipas raporteve të mediave rumune dhe greke. Një dëshmitronditse mbi shkaqjet e aksidentit është bërë publike nga mjeku grek Dimitris Kukulas, i cili u nis me urgjencë drejt spitalit ku transportuan të plagosurit. Sipas tij, një nga të mbijetuarit i ka treguar se gjatë një manovre parakalimi, timoni i furgonit u bllokua papritur për shkak të aktivizimit të sistemit automatik të ndihmës për mbajtjen e korsis.